Pra të nderuar shikues, jemi në pjesën e mysafirit dhe në kuadër të mbylljes së vitit shkollor, sot I kushtojmë vëmendje një prej shkollave me traditë në qytetin e Kumanovës, shkollës fillore Naim Frashëri. Për të folur më shumë rreth ecurisë së këtij viti, sfidave me të cilët është përballur institucioni, interesimi për regjistrimet në klasën e parë dhe vlerave që udhëheq këtë shkollë prej vitesh, në studio kam të ftuar dhe drejtorin e kësaj shkolle, zotrin Muhamet Zeqiri, drejtori I shkollës fillore Naim Frashëri Kumanov. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që nderuat studion tonë me prezencën tuaj. Mirëmëngjesi, nderë është edhe për mua të jem prezent në emisionin juaj. Është kënaqësi. Për të gjithë ata që ndoshta nuk e njohin nga afër, a mundet një prezantim të shkurtër në lidhje me shkollën tuaj Naim Frashëri? Para së gjithashtu do t'ju falenderojmë për ftesën. Nga ana tjetër, unë si drejtori I shkollës fillore Naim Frashëri në Kumanov, me stafin tim, udhëheqës të shkollës, si mision kryesor, kemi mbështetjen, sigurimin e kushteve të mira për nxënësit, ku shpresojmë se deri diku brenda mundësive tona edhe realizojmë këtë mision tonë. Nga ana tjetër, një letërnjoftim I shkurtër për shkollën fillore Naim Frashëri në Kumanov. Jemi shkollë e cila numëron 1123 nxënës dhe jemi një ndër shkollat më të mëdha me sa I përket numrit të nxënësve, të shpërndar në 55 paralele dhe kemi një staf punues me mbi 120 punëtor. Si po e përmbyllni këtë vit shkollor, me çfarë sfidash dhe peripecish jeni përballur, se gjithmonë përballemi me sfida? Si gjithmonë, përfundimi I vitit shkollor, po edhe këtë vit, ne si shkollë e përmbyllim me shumë angazhime, nga ana tjetër duke mos mohuar edhe sukseset, mirë po nga ana tjetër me analizën e punës, na presin edhe shumë sfida tjera për vitin shkollor 2025-26. Patjetër. A ka pasur ndonjë risi që e keni zbatuar gjatë këtij viti shkollor? Tekst posaçëm gjatë vitit shkollor 2024-2025 në shkollën fillore Naim Frashëri, si qëllim kryesor kemi pas digitalizimin e shkollës, se cila sot edhe kësaj dite në për gjitha trevat, apo edhe më larg, I kushtohet një rëndësi e posaçme. Ashtu edhe unë, konkretisht me stafin udhëheqës të shkollës, kemi përpiluar edhe projekte, programe të ndryshme, me vetmin qëllim që t'ja arrijmë deri diku këtij niveli të digitalizimit të shkollës. Këtu duhet potencoj se gjithë shkollën e kemi pajisur me kompjutera, që do të thotë se secila klasë, secili mësimdhënës ka kompjuterin e vet personal në klasë, aktivet profesionale kanë edhe printeret, të cilat materialet, testet, programet, gjitha I bëjnë në veti, por çka është edhe më e rëndësishme, se këtë vit shkollor kemi furnizuar shkollën edhe me mbi 60% të klasave me smart tabela apo tabela të mençura. Kështu që I keni bërë të gjitha kushtet, se veç më javën që lan pas, u mbyll edhe konkursi për regjistrimin në klasë të parë. A kishte interesim të shtuar gjatë këtij viti dhe a ka kapacitet, veç me folën për kapacitetin dhe për të gjitha ata që ju keni siguruar për shkollën tuaj si drejtor, për të përmbushur kërkesat gjitha kërkesat e nxënësve apo prindërve, se edhe prindërit kanë kërkesa? Edhe ju e potencuat se ishte faza përmbylljes regjistrimit të nxënësve në klasën e parë, mirë, por këtu duhet potencohet se kjo faza është apati I parë, që do të thotë se kemi edhe apatin tjetër për regjistrimin e nxënësve në klasët e parë. Sigur se çdo vit, edhe këtë vit, ne si shkollë nuk na paraqiten ndonjë problem I theksuar sa I përket regjistrimit të nxënësve, pasi që ne si shkollë gjatë gjithë kësaj periudhe kemi qenë vazhdimisht në kontakt me prindërit, nga ana tjetër aktivet profesionale kanë organizuar programe, kanë organizuar ditë të hapura të shkollës ku kanë prezantuar aktivitetet, mundësitë e shkollës
dhe kjo po jep realisht efektin e vetë dhe si shkollë jemi edhe për momentin me një numër më të madh të nxënësve sa i përket regjistrimit. Mirë po, fakt është se jetojmë me një kohë ku vazhdimisht bie numri i nxënësve për klasat e para, por edhe ne duhet jemi të përgatitur të përballojmë edhe këta sfida. Shpresoj se në shkollën fillore 9 Frashëri nuk do të kemi problem sa i përket regjistrimit të nxënësve dhe do të kemi një numër të konsiderueshëm të nxënësve. Zotëri Zeqiri, sa paralele të klasës parë janë planifikuar dhe si punohet me nxënësit në fillimet e tyre shkollore? Shkolla fillore 9 Frashëri duke filluar nga klasat e para deri te klasat e 9-nda, i kemi në secilin gjenerat nga 6 paralele. Sa i përket fillimit të nxënësve në klasën e parë, stafi udhëheqës i shkollës, shërbimi profesional i shkollës, pedagog, psikolog, defektolog, në bashkëpunim me mësuesit e klasëve të para, përgatisin plane për fillimin e vitit shkollor, konkretisht për adaptimin e atyre nxënësve në bankat shkollore. Duhet jemi sinqert, duhet i kuptojnë gjërat se këta fëmijë për herë të parë ballafaqohen me një ambient ndryshëm në shkollë. Mirë po, angazhimi i gjithë këtyre edhe viteve më mbrapa ka dhënë efektin e vet dhe dal nga dal ata fëmijë kanë filluar të adaptohen dhe të përkrajnë shkollën edhe procesin, të inkuadrojnë në procesin edukativ arsimor. A ka mjaft edhe të punësuar të cilët janë ndihmës, sepse çdo ditë më tepër ka nevojë edhe për ndihmës arsimtar. Ju kuptoj në pyetjen, sigurisht që gjitha shkollat tjera dhe shkolla jonë kemi asistent ku kryesisht këta asistent punojnë me nxënësit me nevoja të posaçme. Nga këtu mund të përshëndes shërbimin profesional të shkollës, të cilat jashtëzakonisht i kushtojnë një përkushtim të madh fëmijëve me nevoja të posaçme, me përpilimin e planeve të posaçme, programeve të posaçme, mirë po nga ana tjetër rrugtimin apo kontaktimi i prindërve që t'jenë të përgatitur që atyre nxënësve t'ju sigurohet asistent. Është një procedurë cila nuk i përket shkollës, ka komisionet posaçme, ku vlerësohen fëmijët edhe ju u ndahet asistent. Për momentin, në shkollën fillore 9 Frashëri kemi 12 asistent të tillë, me çka në bazë të analizave tona me të vërtet kanë dhënë një efekt edhe rezultat shumë pozitiv. Ne përmendëm edhe trendin e uljes së numrit të nxënësve nëpër shkollat e Maqedonisë së Veriut, i cili vazhdon të jetë ende në rritje. Çfarë masa po merr shkolla për të ruajtur numrin e nxënësve dhe për të tërhequr më shumë regjistrime? Ne si shkollë në kontinuitet edhe pak më herët theksuam se mundohemi me aktivitetet e tona, me reflektimin e punës tonë, që ajo të ndikoje, të prekje edhe të prindërit, edhe prindërit të jenë si, apo ne jemi si tërheqës ndaj prindërve për regjistrimin e tilla. Ju thash se edhe gjatë tërë vitit shkollor, aktive të klasave të para, me ndihmën e shërbimit profesional të shkollës, organizojnë tribuna të ndryshme, kontakte me prindër, bëhet prezentimi i shkollës në për mediume, në për portalet të ndryshme, me gjitha aktivitetet të cilat janë të parapara, që t'jemi një shkollë sa më moderne dhe më tërheqëse ndaj nxënësve. Edhe për prindërit edhe për nxënësit, sepse prindërit insistojnë të gjitha ato kushte të cilat i mundson një shkollë për fëmijët e tyre. Cilat janë vlerat dhe parimet që udhëheqin këtë institucion arsimor? Si vlera kryesore, kuptohet nga ajo, vazhdimisht po e cekim se synojmë gjithmonë më të mirën.
mundohemi të arrijmë të mirën edhe gjitha këta vlera të reflektojmë edhe tek nxënësit. Kam bindjen se kemi një kolektiv të shkëlqyeshëm dhe gjitha këto synime apo misionin ton të shkollës në përpikshmëri mos them edhe e realizojmë. Po. Përveç procesit mësimor, çfarë aktivitetesh jashtë mësimore organizon shkolla për zhvillimin e talenteve të nxënësve? Shkollat fillore gjatë fillimit të vitit shkollor, konkretisht në shkollën fillore në Prashëri në Kumanov, gjatë fillimit të vitit shkollor gjithë aktivet profesionale përgatisin plan programe në lidhje me aktivitetet jashtë shkollore. Kur themi këtu, kjo vlen për nxënësit duke filluar nga klasat e pare deri te aktivet e klasave të nënda, kemi ekipe dhe grupe punuese të cilat i përkushtojnë kësaj lëmie. Tekst posaçëm u jepet edhe sa i përket aktiviteteve jashtëshkollore, garave sportive, u jepet kolonive të ndryshme sa i përket artit figurativ, arsimi muzikor, shkencët natyrore, po duke mos anashkaluar edhe garat apo aktivitetet me karakter lokal, komunal, regional, po mos themi edhe diçka më lartë. Zotëri Zeqiri, a keni bashkëpunime edhe me institucione tjera kulturore, sportive apo organizata të tjera lokale? Nuk mund paramendohet një shkollë e cila nuk ka kësaj lloji aksesi në organizata të ndryshme, si jo qeveritare apo edhe institucionale me karakter lokal. Ne si shkollë kemi edhe klubin e sportit në shkollë, i cili është në koordinim me këshillin komunal të qytetit, pastaj kemi grupin punues të arsimtarëve të artit figurativ, të cilat me anë të projekteve të tyre, angazhimit të tyre, prezantojnë edhe shkollën në për evenimente të ndryshme. Kuptohet gjithmonë duke bashkëpunuar, duke marrë sugjerime, udhëzime nga shoqatat jo qeveritare, aplikojmë me projekte të ndryshme, ku edhe kemi realizuar shumë projekte. I përmendet edhe projektet me shoqata të organizata të ndryshme të huaja. A keni pasur ndonjë projekt konkret bashkëpunimi? Me ndonjë organizat jo qeveritare. Projekte kemi pas shumë, po duhet potencoj edhe se ne si shkollë kemi qenë edhe kemi fitu grandin jemi si qytet ku kemi ndërlidhje ndërkufitare. Çka do të thotë, këtu gjithmonë kemi pas prioritet edhe vite me radhë jemi si lider i bartës i këtyre projekte. Nga ana tjetër kemi edhe projekte të cilat i finanson edhe komuna, konkretisht Ministria e Arsimit përmes shoqatave jo qeveritare, ku kemi bërë edhe nënshkruar memorandume të ndryshme me shkollat të ndryshme si në konkretisht tash jemi për momentin në bashkëpunim me shkollat nga Prilepi, vitin e kaluar ishim me shkollat nga Velesi, vazhdimisht kështu aplikojmë edhe mundohemi të realizojmë. Mbi gjitha tjera të duhet potencoj se kemi edhe prindërit, të cilët me të vërtet angazhohen, kemi prind në për nivele të ndryshme, edhe me ato kemi bashkëpunim jashtëzakonisht madh, na udhëzojnë, na japin sugjerime, po në vende të caktuara edhe na ndihmojnë për realizimin e këtyre lloj projekte. Gjithmonë bashkëpunimi prindë dhe institucion është shumë i nevojshëm dhe shumë i dashur, sepse së bashku ne mund të bëjmë edhe forca për të më të mirën e fëmijëve tanë. Zotëri Zeqiri, çfarë mundësish kanë mësimdhënësit për të marrë pjesë në trajnime ose projekte ndërkombëtare? Ne si shkollë viteve të fundit, konkretisht 5 viteve të fundit, kemi kriju ekip punues nga arsimtarët e ciklit të ulët edhe atyre të ciklit të lartë, të cilat janë edhe të trajnuar
për realizimin e projekteve të ndryshme. Çka do të thotë se këta arsimtarë kanë atë rolin kryesor në përcjelljen ku ka oferta të ndryshme, se si bëhet edhe të aplikojnë në lidhje me këta projekte. Duhet potencoj faktin se viteve të fundit jemi si shkollë cila përfaqësojmë edhe qytetin e Kumanovës apo edhe shtetin tonë në për projekte të ndryshme ndërkombëtare, konkretisht edhe potencut projekti Erasmus. Para 2 viteve ishim si shkollë me 12 arsimtarë në Itali. Konkretisht projekti kishte të bëj për inkluzionin apo nxënësit me nevoja të posaçme. Për neve ishte një përvojë jashtëzakonisht e madhe, edhe si staf udhëheqës, po edhe si arsimtar, të cilat po mundohemi t'i bartim përvojat e atjeshit në shkollën tonë. Vitin e kaluar kemi fituar projektin për edukimin e arsimtarëve në aspektin e zhvillimit të teknologjisë. Gjithashtu ishte projekti Erasmus. Mirë po këtu ishim një grup më i vogël prej 7 arsimtarëve në Spanjë, konkretisht në qytetin Jaén, edhe universiteti, fakulteti ishte atje, ku së bashku me arsimtarët për 8 ditë ndajtëm përvoja të ndryshme edhe shpresojmë t'i përcjellim tek nxënësit edhe stafi tjetër i shkollës. Shumë mirë që po i ndihmoni edhe mësimdhënësit për ata për t'i marrë forcat e tyre dhe për t'ja transmetuar edhe nxënësve. Shumë aktivitete, shumë gjëra të bukura përmendet për shkollën tuaj. Se do e kishim përmbyllur këtë bisedë për të gjithë ata të cilët donë të jenë pjesë stafit tuaj, pse jo, sepse shumë mundësi edhe për stafin. Për ne, konkretisht për mu si menaxher i shkollës, është nder, respekt e kam një kolektiv të tillë për bashkëpunim. Fati im ishte se shkolla fillore Naim Frashëri viteve të fundit është rigjeneru me një kuadër të freskët, me një kuadër të ri, çka të gjithë përmes shërbimit profesional të shkollës mundohemi t'i orientojmë edhe t'i vëmë në lëvizje për zhvillimin e procesit edukativ arsimor. Mirë, për gjithmonë të duhet potencohet mos t'i harrojmë edhe arsimtarët e vjetër, të cilët i kemi gjithmonë si shtytës të arsimtarët e ri, që mos na dalin nga kornizat e procesit edukativ arsimor. Unë nga këto du përcjellë një mirënjohje të posaçme arsimtarëve të shkollës fillore Naim Frashëri, të cilët me një përkushtim jashtëzakonisht të madh, shkollën fillore Naim Frashëri po e ngrisin në një piedestal sa më të lartë. Dhe sigurisht aty është edhe ndihma juaj edhe gjithë atyre bashkëpunëtorëve tuaj që po e ndihmoni edhe shkollën, edhe aktivitetin e fëmijëve dhe të gjithë ata fëmijët që janë nxënës të shkollës tuaj. Unë ju falenderoj shumë që ndatë kohën të ndani disa njohurim mbi shkollën tuaj dhe mbi aktivitetet të cilat i realizoni, dhe shpresojmë që të gjejmë rastin, pse jo t'ju ftojmë edhe herave tjera për ndonjë çmim, ndonjë garë në cilën do të përmendet edhe shkolla juaj. Falenderoj edhe për juve, për mua ishte nder edhe respekt jem në emisionin e juaj. Shpresoj se do të takohemi prapë, shpresoj se do të kemi rezultate edhe më të mira, cilët do t'ja përcjellim edhe juve, edhe publikut. Falenderit shumë. Falenderoj. E pra, të nderuar shikues, qëndroni me ne edhe për tjetër pjesë të programit, ndërsa ne shkollës fillore Naim Frashëri dëshirojmë shumë suksese dhe shpresojmë që do t'jenë përsëri pjesë e mysafirëve tanë në studio. Të ndjekim, do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish në studio.